Të tjera detaje janë zbuluar nga atentati i mbrëmjes së të dielës ku është qelluar me breshëri automatike në drejtim të një berberhaneje në qendër të Rilës në Lezhë, ndërsa mbeti i plagosur Sokol Daci, pronari i biznesit. Nga hetimet e policisë ka rezultuar se Daci nuk ishte objektivi i atentatorëve, ndërsa dyshohet se në objektiv të tyre ishte Merando Nikulaj, i afërt i biznesmenit të ndjer Ardian Nikulaj, që u ekzekutua në një atentat rreth 3 vite më parë. Gjithashtu, sipas raportimeve në ambientin ku ndodhi përplasja, dyshohet se ka qenë edhe djali i Ardian Nikulajt. Sipas raportimeve, grupi i personave të dyshuar që morën pjesë në këtë atentat përbëhej nga 7 vetë, të gjithë të maskuar me kapuç, maska. Nga dëshmitë mbledhura nga grupi hetimor, rezulton se 5 nga agresorët ishin të armatosur me armë zjarri, ndërsa 2 mbanin në duar shkopa bejsbolli. Mësohet se ata kanë hyrë në berberhane duke u prezantuar si polic dhe kishin si synim dhunimin e Merando Nikulajt. Mos lëvizni, policia ishte thirrja që grupi i agresorëve sipas grupit hetimor i kanë drejtuar personave që ndodheshin në berberhane. Ky ka qenë momenti i parë, ndërsa e gjithë ngjarja ka ndodhur brenda pak minutash, ku si pasojë e breshërive ka mbetur i plagosur Sokol Daci që ka marrë 3 plumba, një në këmbë, një në bark dhe një në shpatull. Eliso, Geraldo dhe Kevin Ndoka, 3 pjesëtar të fisit Ndoka, të cilët janë shpallur në kërkim nga policia, dyshohet se ishin pjesë e grupit të agresorëve, ndërsa e gjithë ngjarja sipas hetimeve ka lidhje me një konflikt të vitit 2025 mes Nikulajt dhe pjesëtarëve të fisit Ndoka. Gjithashtu në kërkim është shpallur edhe Merando Nikulaj, i cili dyshohet se ka mbetur i plagosur në këmbë, por nuk është paraqitur në asnjë prej qendrave shëndetësore apo spitaleve për ndihmë mjekësore. Nga raportimet mësohet se ndaj grupit të agresorëve është qelluar me armë nga të paktën 2 persona. Polici tashmë i arrestuar Kovaçet dhe nga Merando Nikulaj. Kjo ka kapur të papërgatitur grupin e agresorëve që duket se nuk kishin menduar një detaj të tillë. I vetmi që është arrestuar për ngjarjen është efektivi Kovaçi, i cili ka qenë i veshur civil, ndërsa personat e tjerë të identifikuar janë shpallur në kërkim. Ai akuzohet për shpërdorim detyre, ndërsa dyshohet se nuk ka qenë rastësisht në vendin e ngjarjes, sikundër ka deklaruar për grupin hetimor, por shoqëronte një nga pjesëtarët e fisit Nikulaj. Te personave të shpallur në kërkim, 3 pjesëtarëve të fisit Ndoka dhe Merando Nikulajt janë ngritur akuzat vrasje me dashje mbetur në tentativë dhe mbajtje pa leje armëve të zjarrit dhe municionit. Policia ka ushtruar kontrolle jo vetëm në fshatin Ril, por edhe në zonat përreth, por pa mundur të kapë asnjë prej të shpallurve në kërkim deri në mëngjesin e së martës.